Ngarkohet me vepra të cilat mund ta lënë në burg deri në 3 vjet. Një vit burg Fadel Fazliu veç se mbush të shtunën e ndaj tij gjykimi për tentim pengimi të zyrtarëve të speciales në kryerjen e detyrave të tyre dhe mosbindje ndaj gjykatës nuk ka nisur ende. Shtyrja e këtij hapi nga 15 dhjetori deri së paku në mars 2026 e shtyri Fazliun ta përsërit kërkesën deri tash konfidenciale për lirim me kusht me dorëzani që është shuma më e madhe e ofruar deri tash në gjykatën speciale. Ai zotohet të mos largohet nga Prishtina dhe ofron të dorëzojë të gjitha dokumentet e udhëtimit. Një garanci prej 40.000 euro përbën tregues të fortë për t'u përmbajtur kësaj. E kaluara e përsosur e respektimit të ligjit nga zotri Fazliu e minon çfarëdo dyshimi të mëtejmë për qëllime pengimi. Fazliu e arsyeton kërkesën me mungesën e një pasaporte tjetër përveç të Republikës së Kosovës për të larguar dyshimet se mund të arratiset, shembull, në Shqipëri. Lidhja e tij emocionale dhe përkujtimore me zotrin Thaçi nuk është më e madhe se zotimi i familjes së tij, që zotri Fazliu dhe familja e tij ta vendosin sigurinë financiare dhe mirëqenien e tyre në rrezik. Fadel Fazliu nuk është i pari që i ofron speciales dorëzani. Ngjashëm kanë vepruar edhe 2 të bashkakuzuar tjerë, Isni Kilaj dhe Bashkim Smakaj. I pari ja dorëzoi gjykatës 30.000 euro më 7 maj 2024 për t'u liruar me kusht deri në fillim të gjykimit, kur kishte qenë i arrestuar për 6 muaj pa e ditur se përfshihej në të njëjtën aktakuzë me Thaçin, Smakajn, Fazliun e Kuqin. Kilajt ju kthyen 30.000 euro të më 9 dhjetor 2024, 3 ditë pasi u arrestua sërish. Bashkim Smakaj ndërkaq ka ofruar dorëzani një herë 5.000 e më pas 10.000 euro në fillim të 2025-s, por kërkesa për lirim me kusht ishte refuzuar.